Në këtë edicion do të ndiqni Aktivistja Mevlüde Saraçi flet për torturat që ja bëri Nadica Cepkenović. Filmi Tavulina që trajton historinë e nënës Ferdonie Çerkezi udhton në Amerikë. Promovohet libri Migrime dhe identitete në lëvizje i autores Mimoza Dushi. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Aktivistja Mevlüde Saraçi është njëra nga gratë shumta në Kosovë që ka vuajtur nga torturat e gardianëve serbe. Dje ajo ishte prezente në sallën ku po gjykohej Nadica Cepkenović, gruaja e cila kishte maltretuar zonjën Saraçi gjatë kohës kur ishte e burgosur në rrethana të jashtëzakonshme. Aktivistja dhe ish e burgosura politike Mevlüde Saraçi ka rrëfyer për dhunën dhe torturat psikike e fizike që sipas saj janë ushtruar ndaj të burgosurave politike shqiptare nga gardiania serbe e burgut të Lipjanit, Nadica Cepkenović. Cepkenović është arrestuar para 11 muajsh në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës në Kosovë. Për fat të mirë, ne të gjitha ishte burgosurat kemi dhënë deklaratat tona me fakte dhe dëshmi dhe prokurori ka arritur në bazë deklaratave tona të realizoj padin për krime lufte ndaj asaj, por edhe 4 të tjerave të cilat do të gjykohen në mungesë. Sipas Saraçit, Nadica Cepkenović ka qenë jashtëzakonisht brutale dhe e dhunshme ndaj grave shqiptare të burgosura. Është fat i mirë që ne arritëm të jemi gjallë, të përjetojmë dhe të ndrojmë rolet tash në gjykatë, sepse ajo ka ditë të na përdorë si rob lufte, jo vetëm ajo dhe të tjerat, por tash në këtë rast po flas për Nadica Cepkenović, e cila ka pas detyrë të na shfaros, na poshtroj, na injoroj, na lën pa bukë, pa shëtitje, pa ushqime, na poshtron familjarët në vizita, ta shohin luftën e drejtë, ushtrinë çlirimtare të Kosovës, kombin tonë, djepat e fëmijëve tonë dhe gjithçka çka ishte shqiptare. Dhe tani po shpresojmë se më në fund gjykata do ta ndajë drejtësinë. Mevlüde Saraçi ishte arrestuar në vitin 1998 për aktivitete politike nga ish-pushteti okupator serb dhe ishte dërguar në burgun e Lipjanit, ku kishte vuajtur një dënim prej 6 muajsh. Ajo thotë se është për të ardhur keq se si Cepkenović dhe shumë serbet që kanë kryer krime lufte ndaj shqiptarëve janë lënë të lirë për vite të tëra. Një person ka mbetur i lënduar si pasojë një incidenti në vendin e punës. Materiali në vazhdim na njeh me detaje shtesë. Një bibliotekist është lënduar në vendin e punës në Fakultetin e Edukimit të Universitetit Fehmi Agani në Xhakov, pasi një orendi i ka rënë mbi trup. E lënduara, femër e moshës madhore, është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal Isa Gresta. Mjeku i emergjencës, Dr. Skender Fetahu, ka bërë të ditur se ajo ka pësuar lëndime në kokë, por gjendja e saj shëndetësore është e lehtë dhe jashtë rrezikut për jetën. Vjen një pacient me lëndime të kokës, pacienta thotë që ka rofti i librave në kokë, kryen ekzamenimet e nevojshme, kryet edhe CT-ja kokës, cila rezulton pa lëndime serioze të kokës. Rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës në Xhakov. Sipas zyrtares për informim Vlera Krasniqi, sot rreth orës 10:15 është raportuar për një lëndim në vendin e punës në rrugën Normalja, në objektin e Fakultetit të Edukimit. Policia njofton se lëndimi dyshohet të jetë shkaktuar si pasojë e rrëzimit të një orendie të brendshme. Njësitë relevante kanë dalë në vend ngjarje dhe janë duke ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm lidhur me këtë rast. Një grup aktivistësh nga kolektivi feminist dhe përpjekja kanë bërë thirrje për protestë kundër paralajmërimeve për rritje të çmimit të energjisë elektrike. Sipas njoftimit, protesta do të mbahet këtë të premtë, duke nisur nga ora 13 pranë ndërtesës së Kecit për të vazhduar më pas drejt qeverisë së Kosovës.
Një grup aktivistësh nga kolektivi feminist dhe përpjekja kanë bërë thirrje për një protestë kundër paralajmërimeve për rritje të çmimit të energjisë elektrike në vend. Sipas njoftimit, protesta do të mbahet këtë të premtë duke filluar nga ora 13 pranë ndërtesës së Kecit për të vazhduar më pas drejt qeverisë së Kosovës. Premtën në ora 13 përballë Kecit zhvillohet një protestë popullore e organizume prej Qendrës Sociale Përpjekja, kolektivit për mendim dhe veprim feminist, edhe sindikatës re të Kekut. Pas kërkesës Kecit që rrymat shtrejtohet 20%, na veç e patëm një indicje edhe prej një deklarate talëse të kryeministrit, po edhe prej një komunikate të ZRS që çmimi i rrymës mund të rritet, prandaj po i paraprime protesta që ta parandalojmë këtë rritje abuzive. Aktivistët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive, duke theksuar rëndësinë e numrit sa më të madh të qytetarëve për të rritur efektivitetin e protestës. Kjo do të jetë efektive nëse ka masivitet në protestë. Na e dimë vitin e kaluar, çdo kërkesë, jo veç vitin e kaluar, po historikisht çdo kërkesë të Kecit e ka aprovu ZRE-ja, e cila presupozohet me kon një farë rregullatori i çmimit, pa ajo shërben më shumë për aprovim të kërkesave të Kecit. Dhe vitin e kaluar nashta jemi kon pak vonë me organizim protestave dhe çmimi i rrymës u rrit e kjo po pasohet edhe me rritje zinxhirore të çmimeve. Këtë vit besoj që do të kemi masivitet më të madh në protesta, edhe do ta ndalim rritjen. Në kuadër të protestës, organizatat paraqesin 2 kërkesa kryesore: refuzimin e menjëhershëm dhe pa ekuivok të kërkesës së Kecit për rritje të çmimeve të energjisë elektrike, si dhe nisjen e procesit për rikthimin e Kecit në pronësi publike, kërkesë kjo që mbështetet edhe nga sindikatat. Në gjithë globin, sot shënohet dita botërore e kancerit. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, çdo vit miliona njerëz vdesin nga kanceri, shumica në vende me të ardhura më të ulta dhe të mesme mirë, po as në Kosovë nuk është gjendje më e mirë. Në vitet e fundit është rritur numri i personave të prekur nga kanceri. Për herë të parë gjatë vitit 2025, në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë identifikuar 7 meshkuj të prekur nga kanceri i gjirit, duke shënuar një rritje krahasuar me vitin 2024, ku ishin regjistruar vetëm 2 raste të tilla, ndërsa në total gjatë vitit që kemi lënë pas janë regjistruar rreth 2100 raste të reja të kancerit tek të rriturit. Doktor Ilir Kurtishi në një lidhje virtuale me televizionin Syri në ditën botërore të kancerit, duke folur për rastet e prekura nga kjo sëmundje, pohoi se 4 shkurti viti 2026 e gjen shumë më të përgatitur klinikën e onkologjisë. Ky 4 shkurt e gjen Kosovën më të përgatitur në aspektin e trajtimit të sëmundjeve malinje, qoftë ato medikamentos, qoftë ato radioterapeutik. Dhe me numër qëndrojmë shumë më mirë se sa vendet e rajonit, por ajo që është me rëndësi të theksohet është se kemi një numër të njëjtë të rasteve të reja në vitin 2025 sa ishin në vitin 2024, pra 2100 raste të reja, që tregon se kemi një stabilitet sa i përket incidencës së sëmundjeve malinje në Kosovë. E kur është fjala të edukimi shëndetësor, onkologu Kurtishi tha se një pjesë e popullatës është më e vetë dijesuar, sidomos në rastet me kancer të gjirit, të cilat zbulohen në stadet e para, por ka ende punë për t'u bërë në këtë drejtim. Një pjesë e popullatës, sidomos për kancer të gjirit, ka një edukim më të mirë shëndetësor dhe bën kontrolla më shpesh, gjë që tregon edhe zbulimi i raste në fazën e dytë ose në stadin e parë dhe dytë në përqindje me mbi 50%. Ndërkaq për tumoret tjera akoma do të ka raste kur sëmundja identifikohet në stadiet avancuara ose stadin 3-4 dhe kjo është problematik në vete, por marrë në përgjithësi me që se popullata e Kosovës është rreth 1.600.000-700.000 banor, dhe nëse krahasojmë me Maqedoninë dhe Shqipërinë, kemi numër 2 fish më pak se sa Shqipëria ose Maqedonia, të cilët këtë vit ka regjistruar rreth 5.000 raste të reja me kancer. Pra Kosova, këtij numri, i cili është më i vogël se këto vende,
i atribuohet faktit se është popullat e re dhe mosha mesatare në Kosovë është rreth 34.5 vjet, gjë që bën popullatën tonë pak më të mbrojtur prej smundjeve malinje të cilat janë më të shpeshta te moshat mbi 56 vjeç. Drejtori i onkologjisë Kurtishi gjithashtu tha se aktualisht lista e barnave që disponojnë mbulon 90% e furnizimit, që është diçka e mirë për pacientët, duke vënë theksin edhe te lista e pritjes, që sipas tij ajo është 0. Te lista e barnave, lista esenciale e barnave, në cilën pacientët mjekojnë në klinikën e onkologjisë, për momentin kur flasim është mbi 85%, 90% furnizuar, përpos disa banave të cilët kanë pengesa ligjore ose pengesa administrative, pra janë pa autorizim marketingu dhe të cilët Ministria e Shëndetësisë nuk mund t'i kontraktoj. Lista e pritjes onkologjie është 0, do të shërbimin e radioterapisë të gjitha rastet të cilët kanë nevojë për trajtim radioterapeutik sipas plan programit dhe sipas indikacioneve dhe kohës optimale të trajtimit fillojnë trajtimet dhe lista pritjes është pra 0, që si në radioterapi ashtu edhe në brajterapi, ndërkaq në onkologjinë mjekësore lista pritjes ka kohë moti që është 0 ose themi kur pacienti ka nevojë të fillojë mjekimin onkologjik, atë e bën shumë shpejt pas vërtetimit të diagnozës ose biopsisë dhe pas marrjes së mendimit konziliar gjatë komunikimit të onkologëve me kirurg ose radiolog dhe patolog dhe vendosjes së fillimit të mjekimit onkologjik. Pra të dy shërbimet tona janë kampion në këtë drejtim, meqense listat e pritjes janë 0 dhe është si shërbimi vetëm në Kosovë i cili bëhet në institucion publik. Doktori gjithashtu kërkojnë nga qytetarët që për çdo ndryshim në trupin e tyre të bëjnë kontrolle të vazhdueshme me qëllim që të parandalojnë secilën sëmundje. Të jemi më të kujdesshëm, jemi më proaktiv, të kemë vëmendje të veçantë në ndryshimet të cilat mund të lajmërohen në organizëm, të mos i neglizhojmë ato, por të vazhdojmë të gjejmë zgjidhje për ato probleme, mos marrim informacione prej njerëzve jo kompetent ose trajtime të bazuara jo në bazë shkencore, por trajtime prej njerëzve laik, të cilat shpeshherë na lajtitin dhe na vonojnë në gjetjen e smundjes dhe trajtimin korrekt saj. Kujtojmë se krahasuar me shtete tjera të rajonit, Kosova qëndron me numër më të ulët të diagnostikimit me kancer. Historia e trishtë e nënës Ferdonie do të dëgjohet edhe në Amerikën e Largët. Filmi Tavolina trajton historinë e një gruaje të hekur të cila edhe pas kaq vitesh vazhdon në heshtje të kërkojë drejtësi për të gjithë ata që i shkaktuan këtë plagë. Producenti i filmit Edi Kastrati tha se në kontinentin e Largët është planifikuar të shfaqet ky film me qëllim që kjo histori plot dhimbje të dëgjohet kudo ku ka shqiptar. Në përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, në Shtetet e Bashkuara po organizohen aktivitete përkujtimore, përfshirë ekspozitën e fotografive pritja dhe shfaqjen e filmit Tavolina. Edi Kastrati tregon më shumë detaje. Për hir të përvjetorit të pavarësisë Kosovës, në Amerikë organizohen disa evente, disa organizime ndryshme, e njëna prej tyre është ekspozita fotografive që kemi realizu bashkë me fotografin Artan Korenica, dim shumë mirë fotografin ton të mirënjohën edhe të verifikum. Aty janë disa nana, disa vëllezër, disa baballar, disa motra, disa fëmijë që i presin më të dashurit e tyre me moton pritja. Në mesin e fotografive është njëra prej fotografive nana Ferdonie Çerkezi në Tavolinë së bashku me 6 pjata duke i prit burrin dhe djemtë e saj. Në kuadër të kësaj ekspozite do të shfaqet edhe filmi i shkurtër artistik Tavolina me kohëzgjatje 13 minuta. Filmi pasqyron një ditë të zakonshme nga jeta e nënës Ferdonie Çerkezi dhe interpretohet nga Arta Muçaj. Gjatë kalimit të kohës, duke u nisë prej asaj fotografisë, kemi realizuar një film të shkurtër artistik me emrin Tavolina, ku është pjesë e ekspozitës. Do të jetë ekspozita dhe mandej do të jetë filmi. Filmi është 13 minuta dhe interpretohet nga Arta Muçaj, një ditë normale e nënës Ferdonie.
Ftesa për realizimin dhe prezantimin e këtij projekti ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht nga Florida, Miami, ka bërë të ditur Edi Kastrati. Sipas tij, përmes kësaj ekspozite edhe filmit, synohet ngritja e zërit për çështjen e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Ftesën e kemi marrë prej Amerikës, Florida, saktësisht prej në Miami, ku atje po shkojmë për ta ngritë zonin. Sot kemi mundësi dhe takat që të bjen kjo kërkesa jonë apo kjo thirrje jonë në vesh jo të shurdhur, se dim shumë mirë që vendi jonë nuk ka bo nej gjë shumë të madhe për pjesën e të zhdukurve. Përmes kësaj ekspozite dhe filmit, organizatorët synojnë të mbajnë gjallë kujtesën dhe të ngritin zërin për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në disa nga shkollat e qytetit, sot orët mësimore zhvilluan nga 30 minuta. Kjo pasi KRU Gjakova kishte ndërper furnizimin me ujë të pijes për shkak të punimeve në rrugën tranzite. Në disa institucione arsimore në Gjakov, duke përfshirë disa shkolla të mesme të larta dhe shkolla fillore, sot orët mësimore janë mbajtur me kohëzgjatje prej 30 minutash. Ky vendim është marrë si pasojë e ndërprerjes së furnizimit me ujë të pijshëm në disa zona të qytetit. Ndërprerja ishte paralajmëruar që dje nga televizioni Syri, ndërsa mungesa e ujit ka ndikuar drejt për drejt në funksionimin normal të procesit mësimor. Institucionet arsimore janë detyruar të përshtasin orarin për të garantuar kushte minimale për nxënësit dhe stafin shkollor në komunën e Gjakovës. Profesoresha Mimoza Dushi ka promovuar sot në Gjakov një prurje terene letërsitë të quajtur Migrime dhe identitete në lëvizje. Histori kjo dedikuar migrantëve shqiptar që me jetën e tyre shkruan histori për tek kufive shqiptar. Promovimi u mbajt në sallën Teki Dervishi në praninë e shumë krijuesve. Në biblioteken Ibrahim Rogova në Gjakov, shoqata e intelektualeve Jakova ka organizuar promovimin e librit me titull Migrime dhe identitete në lëvizje të autores Mimoza Dushi. Organizatori këtij promovimi ishte shoqata e intelektualeve Jakova, ndërsa në emër të saj fjalën hyrëse mbajti kryetari i shoqatës, profesori Rushdi Sefa, i cili vlerësoi rëndësinë e librit dhe kontributin e autores. Monografia Migrime dhe identitete në lëvizje, zerat e diasporës shqiptare nga Kosova, është një punë me peshë akademike, por edhe me peshë njerëzore. Autori ka bërë atë që është gjithnjë e më vështirë. Ka dëgjuar me durim, ka sistemuar me dije dhe ka interpretuar me ndjeshmëri. Për biografinë dhe veprimtarinë akademike të autores foli profesoresha Teuta Lama Hoda, e cila theksoi angazhimin e Mimoza Dushit në fushën e studimeve sociale dhe kulturore. Ekspertiza e saj përfshin ndjenjshmërinë, migrimin e diasporën dhe regjistrimin e popullsisë me fokus të veçantë në Kosovë. Ka zhvilluar hulumtime të thella cilësore dhe sasiore, përfshirë intervista biografike me migrantë në Evropë dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës, dhe ka kontribuar si eksperte kombëtare për UNEP-ën dhe Bankën Botërore. Ka përfituar grante hulumtuese ndërkombëtare në cilësinë e hulumtueses kryesore për Kosovë. Ndër publikimet e saj të shumta në revista kombëtare dhe ndërkombëtare nga fusha e demografisë, ky është libri i saj i tretë pas Lindshmëria në vitin 2006 në Bashkësi Autorësh dhe Femra dhe evolucioni i lindshmërisë në Kosovë në vitin 2009. Ndërkaq autorja e librit tha se ky libër i kushtohet migrantëve shqiptar nga Kosova, të cilët me jetët dhe përvojat e tyre kanë shkruar histori të paharruara për tek kufive të Adheut. Libri përfshin migrantët e Kosovës prej viteve të 60-ta, në për 4 valët e migrimit që kanë dalë, përfshin 3 gjeneratat e migrantëve, gjeneratën e parë 1.5 dhe gjeneratën e 2, që tash po ju shpjegoj çka janë, edhe të gjitha historitë të tyre, edhe bisedat që i kom bë me ta, ju kom dhënë konotacionin shkencor edhe i kom interpretu në formën që e kom spjegu gjithë historinë e migrimit edhe jetën me të cilën jetojnë ata. Punojnë, jetojnë,
bashkëveprojnë njëri me tjetrin, japin kontribut për Kosovën, majnë lidhjen me Kosovën, gjithat në këtë formë. Në fund të promovimit u zhvillua një diskutim rreth migrimit dhe diasporës shqiptare si pjesë e pandashme e historisë dhe identitetit kombëtar. Gjatë punës teme të terrenit, në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Aktivistja Mevlüde Saraçi flet për torturat që ja bëri Nadica Cepkenović. Filmi Tavulinat që trajton historinë e nënës Ferdonie Çerkesi udhton në Amerikë. Promovohet libri Migrime dhe identitete në lëvizje i autorës Mimoza Dushi. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.